Kosova ka hyrë zyrtarisht në fushatën zgjedhore për zgjedhjen e 7 qershorit, ndërsa partitë politike kanë nisur mobilizimin elektoral në të gjithë vendin, por edhe në diaspor. Fushata do të zgjasë 10 ditë dhe do të mbyllet me 7 qershor në orën 6:59, pak çaste para hapjes së qendrave të votimit. Institucionet zgjedhore kanë bërë të ditur se buxheti i planifikuar për organizimin e këtij procesi arrin në afro 11 milionë euro. Këto zgjedhje vijnë pas krizës politike dhe institucionale të krijuar nga moszgjedhja e presidentit brenda afateve kushtetuese, situatë që në shpërndarjen e institucioneve dhe kthimin e vendit në zgjedhjen e parakohshme. Subjektet kryesore politike kanë paralajmëruar aktivitete hapëse të fushatës në qytete të ndryshme të Kosovës, duke sinjalizuar një garë intensive mes partive më të mëdha për drejtimin e ardhshëm të qeverisë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka planifikuar hapjen e fushatës në Prishtinë në orën 18:00, ndërsa lëvizja vetvendosi do të zhvillojë aktivitetin hapës në Ferizaj në orën 19:30. Ndërkohë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të çelë fushatën në Gjakov në orën 19:45, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës do të mbajë aktivitetin e saj në Ferizaj në orën 20:00. Analistët politik parashikojnë një fushatë të përqendruar te ekonomia, stabiliteti institucional, dialogu me Serbinë dhe çështje sociale, ndërsa pritet që debatet mes liderëve politik të dominojnë ditët në vijim.